Aeroporti ndërkombëtar i Vlorës reagoi gjatë kësaj të hëne nëpërmjet një deklarate të mbritur në emailin zyrtar të televizionit rajonal 6+1 Vlora. Në lidhje me situatën e krijuar në orët e para të mëngjesit të kësaj të hëne, Aeroporti ndërkombëtar i Vlorës sqaron se në lidhje me bllokimin e rrugës nga disa nën kontraktor, duam të sqarojmë opinionin publik dhe të gjithë të interesuarit se kjo situatë nuk ka asnjë lidhje me ndonjë konflikt nëpërmjet ortakëve të shoqërisë koncesionare. Nëpërmjet deklaratës të dhënë për televizionin 6+1 Vlora, Aeroporti ndërkombëtar thotë se çështja në fjalë lidhet ekskluzivisht me një marrëdhënie kontraktuale ndërmjet shoqërisë koncesionare Vlora International Airport dhe një prej kompanive të kontraktuara për kryerjen e punimeve ndërtimore në kuadër të projektit Aeroportit të Vlorës. Kontraktori në fjalë thuhet në deklaratë ka rezultuar në vonesë të konsiderueshme për përmbushjen e detyrimeve të tij në shkelje të afateve të përcaktuara kontraktualisht. Për këtë arsye, shoqëria koncesionare ka ndërprer marrëdhënien kontraktuale me këtë kontraktor në përputhje me kushtet e kontratës dhe detyrimet përkatëse. Theksojmë se çdo pretendim apo interpretimet që lidh këtë situatë me marrëdhëniet ndërmjet ortakëve është i pavërtetë dhe dezinformues. Kjo është thjesht një çështje kontraktuale ndërmjet shoqërisë koncesionare dhe një prej kontraktorëve të shumtë të angazhuar në projekt, thuhet në deklaratë. Shoqëria koncesionare mbetet e përkushtuar për vimin e punimeve dhe realizimin e projektit Aeroportit të Vlorës në përputhje me standardet, afatet dhe detyrimet kontraktuale, thuhet në njoftimin zyrtar që Aeroporti ndërkombëtar i Vlorës ka dërguar në emailin zyrtar të televizionit rajonal 6+1 Vlora.